Skenarët për fazën play-off do të jenë dramë më vete për Shqipërinë dhe kombëtarët e tjera, që pretendojnë të marrin pjesë. E gjithë lufta në fjalë nuk qëndron vetëm për ta mbyllur si i dyti në grup, por edhe për të qenë pjesë e dy vazove të para si skuadër favorite. Ndarja në vazo varet nga renditja e FIFA-s pas ndeshjeve të nëntorit. Më konkretisht bëhet fjalë për ndeshjen gjysmëfinale që shortit e rezervojnë një rival më të lehtë në letër. Slovakia bën tifo për Shqipërinë, ndërsa kuqezint për rivalet e slovakëve në grupin A, pikërisht Irlandën e Veriut. Slovakia nuk do të donte që Serbia ta mbyllte si e dyta në grupin K, kjo pasi do të kalonte vetë në vazon e tretë, ndërsa aktualisht është tek e dyta. Ndarja në 3 vazot e para është falë renditjes së FIFA-s dhe Serbia do të mbante vendin e parë në vazon e dytë. Shqipëria ndërkohë është e para në vazon e tretë, ndërsa do t'i bënte punë që në grupin A ku është Slovakia ta mbyllë Irlanda e Veriut si vendi i dytë. Llogari këto që vlen nëse situata në grupet e tjera nuk ndryshon. Kështu nëse situata në grupet e tjera nuk do ndryshonte dhe po ashtu Shqipëria dhe Irlanda e Veriut do i mbyllnin si vende të dyta, atëherë kuqezint automatikisht do kalonin në vazon e dytë. Përfaqësuesit që aktualisht do të pozicionoheshin në vazon e dytë janë shumë më mirë se Shqipëria në renditje e FIFA-s. Bëhet fjalë për Hungarinë, Skocinë, Çekinë dhe Slovakinë si rasti në fjalë.